Përshëndetje miq, mirë se vini në episodin e radhës në podcastin Nga t'ja nisi. Me mua sot është e ftuar Stella Laknori, një kostumografe shumë e talentuar, e cila është kontribuese në filma, në reklama dhe në televizione të ndryshme, themeluese e Tirana Costume Fest. Së fundmi është tregmarrëse e një dyqani halal për punimin të mishit dhe në produkteve të tij. Stella, kënaqësi që je me mua sot dhe pranove ftesën. Si një vajzë me kaq shumë dinamizëm, më lind natyrshëm pyetja, nga t'ja nisim për të kuptuar më shumë rrugtimin tënd. Normalisht unë mendoj dhe besoj gjithmonë që gjërat më të mira bëhen kur i do vërtet dhe kur punon shumë fort. Në gjitha fushat e jetës. Dhe mendoj që kjo është piknisja e gjithçkaje. Në përgjithësi, gjatë gjithë kohës, për sa i përket profesionit tim, unë kam dashur shumë vazhdimisht pjesën e të bukurës ose po themi pikturën. Ashtu ka nisur, në fakt. Dhe në pamundësi për shkak të viteve të vështira të Shqipërisë në ato vite që unë duhet të mbaroja dhe të filloja po themi liceun, ndoqa një drejtim pak tjetër, por nuk u shkëputa kur dhe kjo ishte, si më thënë, finalizimi ose kur ti e do vërtet një gjë do ta gjesh se s'bën rrugën tënde. Dhe derisa përfundova në industrinë e filmit, mbasi përfundova studimet. Ka qenë një punë shumë e bukur, e kam bërë vazhdimisht me shumë pasion, të gjithë ato që më njohin nga afër e dinë shumë mirë që unë vërtet e kam bërë me shumë dëshirë punën time përgjatë shumë viteve tashmë. Mendoj që kjo është suksesi, po themi, i vërtet. Pra aq sa ne mund ta quajmë sukses të gjithë rrugtimin tim, po themi, në Shqipëri. Një profesion aq i bukur, por aq i vështirë në terren. Si e ndjer në gjithë këto 17 vite karrierë, si e ndjer në terren gjatë punës, vështirësitë, kush kanë qenë sfidat e profesionit tënd? Realisht është një profesion i vështirë në disa drejtime. Domethënë, nuk na gjen duke folur kaq qetë dhe kaq bukur, ndërkohë po të ishim në intervistë përgjatë xhirimeve. Pa diskutim që ka sfidat e veta, qoftë në marrëdhënie me të gjithë grupin, i cili normalisht filmi bëhet nga një grup shumë i madh dhe secili nga neve ka detyrën e tij dhe mungesa e detyrës së gjithë secilit pengon në mbarvajtjen e punës së tjetrit. E gjithë kjo marrëdhënie, e gjithë harmonia e grupit apo terreni her pas here që bëhet jashtëzakonisht sfidues, moti, skenario ose vështirësia varet se çfarë lloji filmi është, dhe mos filmat historik kanë vështirësitë e veta. Normalisht nuk është situata kaq e qeta apo e këndshme. Gjithashtu, domethënë, pjesa e produksionit ose mundësitë që ne kemi në Shqipëri nuk janë në nivelet më të larta dhe prandaj her pas here bëhet sfiduese. Por gjithsesi, unë mendoj gjithmonë që nga vështirësitë dalin gjithmonë punë më të mira ose bashkëpunime më të mira. Dhe këtë ka rezultuar dhe koha. Ne po ta bëjmë një rezume në punët që realisht kemi menduar që kanë qenë shumë vështira, realisht janë një ndër filmat, po themi, më të mirë ose më të suksesshëm që ne kemi finalizuar. Ka përshtypje se duhet të jetë shumë e vështirë dhe gjëtja e produkteve apo materialeve të para për të rikrijuar skenat historike në filmat që ti ke marrë pjesë si kuratore, si kostumografe. Si ja ke dalë? Ne kemi akoma një garderobë shumë të madhe filmi, por normalisht nuk është në funksionalitetin e saj më të mirë siç ka qenë më përpara. Por gjithsesi ngelen garderobat tona personale si kolege me njëra tjetrën që ndihmohemi shpesh, ose mundësitë e vetme janë dyqanet, po themi, të dorës së dytë apo dorës së tretë, që neve mund të fillojmë të rikrijojmë ose të ndryshojmë gjëra. Por mendoj që për filmat historik baza më e madhe ngelen gjithmonë zonja që qepin për neve. Mbasi dizenjohen skicat, mbasi formohet karakteri i personazheve, gjithmonë drejtohemi tek, po themi, personat që do ta qepin me patjetër se do të krijojmë nga e para. Në momentin që ne shkojmë në set, përgjithsisht çdo gjë është e vendosur. Neve thjesht ndjekim mbarvajtjen e punës ose mund të ketë ndryshime të vogla të momentit që do të ndryshohen, po themi, nga dëshira e regjisorit ose nga një funksionalitet i skenës, po themi. Por përgjithsisht deri në momentin që shkojmë në set, janë çdo gjë të mbyllura nga pjesa e kostumeve. Stella, ne themi shpesh që Allahu është i bukur edhe don të bukurën. Si e shikon ti artin e të veshurit bukur? A është vetëm pamja jashtme estetike apo lidhet më shumë edhe me pjesën e brendshme të njeriut? Pra sa rëndësi ka të dukurit bukur? Unë mendoj që në radhë të parë është një shprehje shumë e bukur. Ne e kemi shumë përballë vetes këtë gjë. Sa herë që mundohemi të jemi brenda për brenda, po themi, limiteve të bukurës. Të thuash e bukura kur ti e shikon e dallon direkt është apo jo e bukur, por unë mendoj gjithmonë që ka një masë të caktuar. Masa është më e rëndësishme për ta kanalizuar tamam të bukurën. Mendoj që pa diskutim Allahu madhe do të bukurën dhe ne vetë jemi të prirur drejt saj, si qenie, siç na ka krijuar, që ta kërkojmë gjithmonë dhe të kemi
nevojë për të bukurën. Ty ta kërkon syrit që është një fushë të bukur me lule, nuk mund të rish vazhdimisht duke parë shkëmbi ose një mur po themi të bardhë. Patjetër që njeriu e kërkon këtë gjë gjatë kohës. Por masa është ajo që e zbukuron më shumë të bukurën, mendoj unë. Pra ne duhet të jemi të bukur brenda normës ose masës që neve na lejohet ose vërtet dukemi të bukur, sepse çdo lloj egzagerimi vetëm dukja e bukur vetëm me ana estetike për syrin apo secili person me kurimin e anës estetike të pamjes së vet tregon edhe identitetin e vet, tregon pjesë nga karakteri i vet. Sa lidhur është kjo? Mendoj që janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, pa diskutim që veshja është impakti i parë që ne kemi tek një person dhe na thot gjëra për karakterin e tij patjetër. Dhe nëse karakteri i tij nuk do të ishte i kuruar, po themi tamam siç duhet, nga mënyra se si shprehet apo nga mënyra se si do t'i qaset bisedave të ndryshme, pa diskutim që dhe bukuria e tij jashtme do të binte poshtë. Kështu që mendoj që janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Njëra patjetër mendoj që nuk do të bënte nëse do duam ta quajmë vërtet bukur. Shumë blogere të huaja dhe shqiptare kanë deklaruar që shqiptarët nuk kanë stil. Si shikon ti këtë deklarat? A jemi me të vërtet jo me shumë stil? Sidomos vajzat shqiptare, po dhe djemë, po flasim kryesisht për vajzat. Unë mendoj që shqiptarët aq stil sa kanë për momentin, mendoj që kanë një stil të rafinuar dhe po themi ata që vërtet dinë të vishen. Se ne varet se kur e marrim peshorën apo ku e dallojmë këtë gjë. Nëse flasim për masën, neve nuk e dim a është e gjithë masa shqiptare apo jo. Do të thonë duhet të jemi shumë rigoroz dhe të kuptojmë që Shqipëria po lëviz. Dhe jo të gjithë ato që janë brenda Shqipërisë janë shqiptarë në radhë parë. Kështu që duam mos ta kanalizojmë këtë gjë. Unë mendoj dhe besoj fort që duke parë historikun tonë dhe duke parë vetëm kostumet tona tradicionale dhe larmishmërinë e tyre apo ndryshimin e tyre nga treva në trev, pa diskutim se shqiptarët e duan burrë dhe kanë stil. Ndoshta vitet e fundit të tranzicionit kanë bërë që të eksperimentojnë në stile të ndryshme duke humbur pak nga identiteti jon, pra nga kostumografia jon, nga stili jon si shqiptar. Dhe kjo me të drejtë lind komentin që nuk kanë shumë stil, flasim edhe për rinin. Po për vajzat me shami, si e shikon? Për sa i përket shamis, unë vetë jam muslimane, pratikante, patjetër, dhe shamia mendoj që është kur vendos dikush që të mbaj shamin, mendoj që ka arritur një nivel shumë të lartë ose një nivel të caktuar të besimit. Se nuk dua të them apo të fyej vajzat cilat nuk kanë shami apo ato që kanë shami të lartë apo të ulët nivelin e besimit. Është një element shumë i rëndësishëm i besimit tonë. Dhe ne e dim se për cilat arsye Zoti i Madh ka urdhëruar që ne të mbajmë shamin. E dim pikën fillestare që le të tregojmë që jemi muslimane dhe kudo që të shkojmë të dallohemi së të tilla. Që do thotë për mua, unë tek niveli i shamis jam shumë e përmbajtur ose shumë modeste, le të them. Po. Në sensin që nëse vendosim të mbajmë shamin, do mbajmë shamin sipas urdhëresës dhe sipas asaj mënyre të bukur që vetë Zoti e ka përshkruar se si ne duhet ta mbajmë shamin. Ama nëse ne vendosim shamin dhe përpiqemi përsëri të jemi moderne apo të përngjasojmë të huajve, unë nuk e kuptoj logjikën e vendosjes të kësaj shamie. Pra i humbet qëllimi fillestar shamis për të vendosur dhe për pasur atë lloj hije shije që Zoti i Madh ka përshkruar se si shamia duhet jetë. Vitet e fundit ti je një sipërmarrëse në një fushë që është shumë delikate, shumë e përgjeshme dhe pazakonte të themi për një femër. Pra në fushën e përpunimit të mishit dhe në produkteve të tij. Si u gjende në këtë fushë? Lind shumë natyrshëm. Patjetër, për shkak të profesionit për shumë vitesh në një drejtim, janë dy gjëra të ndryshme totalisht dhe nuk e bën dot lidhjen se si një vajzë mund t'i bëjë që të dyja në një kohë kaq të afërt, edhe në mënyrë paralele, ti i ushtron që të dyja apo jo? Në radhë të parë unë u gjenda, se me thën, afër po themi në momentin që kjo ndërmarrje u krijua dhe filloi të lulëzonte, po themi, apo të fillon të kanalizohej, të bëhesh e vërtet si plan projekt, unë kam qenë shumë afër dhe mora pjesën e imazhit. Dhe duke qenë kaq afër gjithçkaje që në fillimet e veta ti fillon të kuptosh dhe të mësosh shumë dhe patjetër më lindi ideja, unë po merrem dhe po kujdesem për sa i përket që nga logoja deri tek drejtimi i gjithë brandit se ku të shkonte, pjesën e marketingut, pjesa e vendosjes së ngjyrave baza, apo çdo gjë që kishte të bënte me imazhin. Duke qenë kaq afër ti mëson shumë për produktin, mëson shumë për çdo gjë që ti pastaj ke të bësh me mishin, po themi, apo me produktet e tij. Duke qenë kaq afër, vendosa që të marr njërin nga dyqanet dhe së shpejti do të hapet dyqanin e dytë. Dhe duke qenë pjesa e parë e shitjeve, po themi, ti mëson akoma dhe më shumë sepse është klienti vetë që të mëson dhe të drejton pastaj të kanalizon se çfarë do t'i ofrosh më shumë.
Shumë klientë normalisht nuk e kuptojnë ose kanë të vështirë ta pranojnë edhe nëse e kuptojnë raportin cilësi me çmim. Sa e vështirë është që ju ta edukoni klientin tuaj për këtë lloj raporti, për rëndësinë e këtij raporti dhe sa e vështirë është që gjithë punën që ju bëni për cilësinë e produkteve dhe mishit halal ta transmetoni dhe në mënyrë se si është në të vërtetë. Është një përmbledhje shumë e bukur e gjithë situatave që na ndodhin çdo ditë nëpër dyqanet tona. Është një problem shumë i madh sepse unë e kuptoj dhe e pranoj që klienti në kohët e sotshme në industrinë ushqimore, në të gjitha fushat e industrisë ushqimore, është realisht i dhunuar. Por mendoj nga ana tjetër që sot informacioni është shumë i madh. Dhe ai që do vërtet të ushqehet shumë mirë, pa diskutim që në Shqipëri ka akoma vende me shumicë ku ti mund të ushqehet shumë mirë. Dhe ai që ka nevojë ta bëjë këtë gjë, qoftë për arsye shëndetësore ose qoftë për mënyrën e tij të jetesës, me shumë pak informacion arrin të dallojë se kush është produkti i mirë ose jo, që në pamje, edhe nëse unë s'do flisja fare. Pra nëse produktet tona nuk kanë krip nitriti dhe nuk janë të kuqe dhe të kuqërremta dhe në një shkëlqim maksimal, do thotë që ai është mish i vërtet. Pra duhet ti jesh i lumtur nëse në një qese vakumi, e cila bëhet pas edhe një lloj konservanti. Ti mbas disa ditësh që prosciuta apo çdo gjë që është vakumosur brenda, fillon dhe krijon disa pikëza të bardha, duhet kuptosh që ti je i lumtur që është mish i vërtet dhe prandaj kjo gjë ndodh. Që do thotë lagështira ka përpunuar dhe ka kulluar dhe ka të lloj impakti, po themi. Dhe më bëjnë ca krahasime që janë gati qesharake dhe ti i bën një matematikë shumë thjesht. Zotëri, nëse kilja e mishit është x e caktuar, pse atëherë një mish i përpunuar i cili ka kosto ekstra dhe kosto shtesë duhet jetë më pak se sa kilja reale e mishit? Stella, pse është kaq e rëndësishëm që mishi të jetë halal? Pra ne dimë që mishi i derit është i ndaluar, pra ne si musliman nuk e konsumojmë, por nga ana tjetër ka edhe një kriter tjetër që është mishi të jetë halal. Pse është kaq e rëndësishëm kjo kërkesë dhe si ndikon në trupin e njerëzit? Pa diskutim që është një ndër mënyrat më të shëndetshme të konsumuarit të mishit, përderisa edhe Zoti i Madh na ka urdhëruar në të tillë mënyrë. Pse është një pyetje shumë e gjerë, sa neve gjithmonë kapemi vetëm tek mishi, por që një ndërmarrje ose një biznes i mirëfill të quhet halal ka shumë etapa të tjera dhe fillon nga shumë gjëra që realisht do thënë edhe unë vetëm kisha dëgjuar ndonjëherë më parë se si funksiononin apo se si ishte. Më ka bërë shumë përshtypje për gjatë gjithë këtyre 4 viteve të paktën me dyqanet. Pjesa më e madhe e klientelës në fakt që neve kemi nuk janë as muslimane. Janë përgjithsisht persona që nuk jetojnë fare në Shqipëri, pra që janë shtetas të huaj, ose persona të cilët nuk janë muslimanë. Dhe kjo më ka bërë gjithmonë shumë për mishin halal, do të thënë kanë informacion dhe vinë enkas për produktin halal. Ose shtetasit të huaj kanë shumë informacion për sa i përket pjesës së prodhimit të mishit apo mënyrës mbajtjes apo mënyrës therrjes. Edhe nëse nuk e praktikojnë fen, mendoj që janë shumë më të kulturuar. Pra, ne e dimë dhe më përpara që një kafshë e therrur halal ka benefitet e veta ai lloj mishi, sepse është mënyra se si therret, mënyra e kullimit dhe gjitha kjo praktik ndihmon në mishin më të përzgjedhur dhe në pastërtinë më të lartë të mishit. Stella, unë e di që ti ke një lidhje shumë të ngushtë me mamin dhe vllajën, e cila është forcuar akoma dhe më shumë pas vdekjes së babait tuaj. Ti e bërë shtyllë për familjen që prej atij momenti dhe vazhdon akoma, ti je mbështetje shumë e fortë. Çfarë do thotë kjo për ty? Familja ime shumë e vogël, vetëm prej mamit dhe vllajt dhe normalisht ishte e pashmangshme ky lloj, po themi, bashkimi ose përpjekje për të qenë sa më afër njëri tjetrin që ta përballonim sa më mirë patjetër humbjen aq të madhe në atë moshë aq të re. Nuk është kaq e lehtë saç unë po e flas sot, pa diskutim që ka pasur ulje ngritjes, prova dhe sfida shumë mëdha që nga ai moment. Nënat tona veçanërisht duhet ta theksojmë këtë gjë në ndryshim nga kohët e tanishme që realisht janë pak për të ardhur keq, por nënat tona vërtet kanë qenë martire të vërteta dhe kanë qenë ato që na kanë dhënë shembuj shumë të mirë. Nënat, gjyshet, po themi gjithë brezi i femëror, po themi. Do doja shumë që nënat e sotshme të kishin më shumë ngjashmëri me nënat që ne kemi apo brezin e nënave tona, po themi. Ky lloj vetë sakrifikimi ose kjo lloj dëshire, domethënë nuk shihet kaq, do thënë. Nënat tona vërtet kanë qenë me vërtet është një grua e mrekullueshme, unë kam fatin ta njoh dhe ti ke ngjarë jashtëzakonisht shumë asaj. Faleminderit. Praktikisht kemi ndërtuar shumë afër njëri tjetrit. Edhe në pamje, edhe në karakter, në humor, në çiltërsi dhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë marrëdhënia që keni të dyja, por edhe me vllajën. Nëse do të shikonte babi yt sot, si do të ndihesh duke parë një vajzë kaq të kompletuar, kaq të suksesshme? Mendoj që do kalonim shumë kohë bashkë, po ajsa që unë përpiqem shumë të kaloj shumë kohë me mamin tim, mendoj që do kalonim shumë kohë bashkë dhe
Po t'i pëlqente shumë, sidomos mbas sipërmarrjes time të fundit, prindërit e mi janë të dy guzhinjerë në profesion dhe mendoj që do t'i kishte pëlqyer shumë dhe do të kalonim jashtë zakonisht shumë kohë bashkë dhe do të ishim patjetër edhe në punë bashkë. Babi ka qenë shumë afër, unë jam shumë afër natyrë me babin, më shumë si natyrë me mamën, me thënë drejtën, dhe mendoj që pa diskutim që do shkonim shumë ose do ishim shumë të afër. Më vjen shumë keq se shumë gjëra që unë do doja t'i kisha kaluar me të, nuk kam pasur kur mundësinë që t'i bëja. Dhe do kishte qenë vërtet shumë bukur. Sidomos kur ke shumë suksese dhe gjithmonë sukseset të shijojnë shumë të ndash me njerëz me shumë të dashur, më tepër me babain që gjithmonë i rritesh që e vogël duke ndëruar për të arritur këto suksese. Nëse do kthehemi te fëmijëria, kush ka qenë kujtimi më i bukur, por edhe më i vështirë i fëmijërisë tënde që ti e mban mend dhe spikat si të tillë për shkak të formimit tënd? Unë nuk mbaj mend realisht një kujtim të trisht, domethënë për aq sa mund të vlej ai kujtim edhe sot si i quajtur i trisht po themi. Por kujtimet e bukura ka pasur jashtë masa. Unë besoj shumë fort që ne kemi pasur një fëmijëri shumë të bukur, edhe e bashkuar kjo dhe me pamundësinë që kemi pasur që të kishim shumë gjëra që neve sot, domethënë as nuk e çojmë në përmendje, domethënë neve atëherë nuk i kishim as pak dhe normalisht kjo lloj pamundësie besoj na bën të akoma dhe më të bashkuar dhe na bën të akoma dhe më të çlirat në lojrat. Unë mendoj lojrat ka qenë për diskutim më të bukurat. Ndoshta s'ka pasur anë materiale, por ka qenë tamam ajo që ka nevojë njeriu, mbështetja, dashuria, afeksioni, përkushtimi, vëmendje. Sot fëmijët mund të kenë shumë gjëra materiale, por nuk kanë vëmendje të prindërve dhe prandaj le të themi janë shumë bosh. Brenda, dhe nuk janë të lumtur, shpesh e themi dhe psikologët shumë e thonë, dhe nuk janë vlerësues atyre që kanë, ndoshta sepse njeriu nuk ka nevojë shumë për gjërat materiale sesa për gjërat thelbësore që janë të domosdoshme për njeriu. Edhe për sasinë, mendoj gjithmonë që suksesi është vetëm tek sasia. Edhe ke sasia. Ne jemi të velur me sasinë e gjërave. Edhe unë vetë nuk kam fëmijë, por e shoh vazhdimisht që ne tentojmë vazhdimisht çka kemi fëmijë afër që t'i japim ka shumë gjëra, domethënë që ato e kanë totalisht pa nevojshme. Dhe velja që në moshë të vogël me shumë i bie pastaj që ai nuk do të bëj kur dallimin se kush është më thirrësorja ose kush është vërtet e vlefshmja. Dhe mendoj që kjo pamundësi që ne kemi pasur fëmijërinë tonë na ka bërë akoma, unë mbaj mend momente shumë të varfra, por jashtëzakonisht shumë të lumtura të fëmijërisë time, domethënë pamundësia për të lozur ose pamundësia për të festuar në mënyrën që të donin mbase që sot festohet në një nivel lartësor, domethënë në krahasim me që kemi pas festuar në festa. Edhe pak të egzageruar? Patjetër, pa nevojshëm totalisht, por unë akoma i mbaj mend festat e fëmijërisë time shumë të varfra, në pallat, me lagjën, ato mini festivalet që bënim, por në një nivel shumë të lartë gëzimi, po themi, ose cilësie midis njëri tjetrit. Si mendon, lumturia lidhet me suksesin? Apo në fakt lumturia nuk është asnjëherë plot, por janë grimca të saj? Ku e gjen lumturinë e vërtet? Nëse ti nuk bën atë që ti vërtet do, nuk mund të jesh i lumtur. Ne duhet ta pranojmë që në kohët e sotshme pjesa më e madhe e ditës tonë është puna. Është e pashmangshme kjo gjë. Dhe nëse ne atë pjesë më të madhe të kohës që ne të shpenzojmë, pra të bëjmë diçka që nuk e duam, nuk mund na sjellë lumturi. Megjithatë, pastaj lumturia është në varësi edhe të cilësisë që ti do. Se ka lumturi sipërfaqësore, ka edhe lumturi pastaj shumë më të thellë. Shpesh dëgjoj që vajzat e suksesshme e kanë shumë të vështirë në gjetjen e një partneri. Kjo ndoshta për shkak të kritereve shumë të larta që këto vajza kanë tek partneri, ose për shkak sepse shumë meshkuj nuk afrohen vajzave të suksesshme. Mendoj që të dyja rastet ekzistojnë. Por në rastin konkret unë thjesht besoj dhe mendoj që gjërat nuk sforcohen. Gjërat ndodhin në një kohë të caktuar sepse duhet të ndodhin, ama kur ndodhin janë vërteta dhe janë aty. Pra nuk ka kuptim se ne vazhdimisht themi jo, po pse nuk e pe, pse nuk e bëre, nuk kërkohen gjërat nga mbrapa. Gjërat do ndodhin, jam e sigurt që ndodhin dhe nuk është se duhet një lupë shumë e madhe për t'i parë në momentin që ndodhin. Çdo njeri e ndjen dhe e kupton kur është e vërteta. Unë mendoj dhe besoj që çdo njeri duhet të gjejë një shok për veten e vet, që të jetë në një balans qoftë në mentalitet dhe qoftë në dinamik, po themi, të ditës. Vetëm në këtë mënyrë mund të ketë një lloj mbarvajtje shumë të suksesshme të një raporti. Por ndryshe është një gjë e sforcuar, e cila do duket sikur është bukur në fillim, por nuk ka për të përfunduar kurrë. Cila është ajo gjë që do të doje që njerëzit të kuptonin më shumë rreth teje? Në radhë parë doja t'ju thoya që kjo është intervistë tepër serioze, duket edhe nga pamja jonë. Unë do doja shumë që njerëzit të kuptonin më shumë rreth meje humorin dhe mënyrën e qasjes time ndaj
momenteve të caktuara. Me Stelën 10 vitet e ardhshme, çfarë do të doje të dëgjoje nga ajo? Do t'i thoja kujdes hollusin, mos e harro. Pijen kohën e dur. Hollusin e gjakut apo? Po, hollusin e gjakut. Nuk e di, kiti unë zakonisht nuk bëj plane afatgjat, kam shumë frikë planet afatgjat. Përpiqem të jem shumë koherente dhe pa diskutim të krijoj ato barrierat mbrojtëse për cilat do gjëra, për familjen ose për punën, por kam shumë frikë që të bëj plane me kohë shumë të gjatë. Do të thonë nuk më pëlqen, ja lej në dorë gjithmonë që punët e Zotit bëj Zoti dhe unë merr vetëm me punët e mia. Ti sapo je kthyer nga udhëtimi më i bukur shpirtëror, ndjesitë e para të këtij udhëtimi, cilat janë? Ka qenë shumë e bukur, por ka qenë shumë e bukur kur u nisa nga këtu, por kur shkova pastaj atje ishte gati surreale. Është një gjë komplet ndryshe dhe çado të gjë që ne kemi lexuar, sado që ne praktikojmë besimin ton këtu, namazi, çdo gjë atje merr një vlerë tjetër dhe ka një tjetër kuptim. Domethënë unë kur nuk kisha parë në jetën time qëllimin e vërtet për cilën njeriu është krijuar. Domethënë ai Zoti vetë na ka krijuar dhe e di shumë mirë se për çfarë kanë ardhur njerëzit në këtë tokë dhe për çfarë jemi krijuar. Dhe aty ishte mishërimi më i mirë i gjithë këtij fenomeni. Ishte shumë e bukur të shikoja njerëz që vraponin për të falur namazin. Edhe ai lloj impenjimi konstant të 5 vaktet ishte thjesht një mrekulli në tokë. Domethënë unë mendoj që është toka planeti dhe pastaj është Meka dhe Qabja. Pjesa më e madhe jona është shpirt dhe jo materie, ne këtë e dim, edhe nga ana shkencore dhe nga ana fetare dhe prandaj është kaq e natyrshme e gjendja atje dhe është kaq njerëzore po themi. Po Islami, si ka ardhur në fillim tek ty, si e kujton? Islami ka ardhur që në moshën 30 vjeçare tek unë. U bën tashmë disa vite, unë prapë mendoj gjithmonë që jam e re në besim, përpiqem shumë që të lexoj. Është bërë sebeb një mik i familjes, por gjithmonë unë mendoj që e kam kërkuar dhe e kam dashur Zotin shumë dhe e kam kërkuar në shumë drejtime, derisa arrita të gjeja të duhurin. Elhamdulillah. Dhe mendoj gjithmonë që gjëja më e bukur e Islamit dhe që më ka bërë më shumë përshtypje që në fillim ka qenë marrëdhënia që ti krijon në mënyrë autentike, origjinale, personale me Zotin tënd. Në Islam nuk ke ndërmjetës për asgjë, nuk ke nevojë për asnjë ndërmjetës. Ti thjesht duhet të marrësh informacionin e dur, duhet të marrësh librin e Zotit tënd, ta ndjekësh, ta përvetësosh për veten tënde në radhë parë, të jesh e zonja ta mbash ose si më thon ta vendosësh dhe vetëm ta ekzekutosh ta ndjekësh. Dhe kam pasur besimin shumë kohë më përpara dhe e kam kërkuar vërtet me shumë sinqeritet në shumë drejtime. Mbase të gabuara dhe deri më në fund sa Allahu ma hapi zemrën dhe më afroi në fenë e tij. Kush është ajo shprehje ose ajo jetë Kurani që ti e ke shumë të dashur dhe gjithmonë e kujton në momentet e tua të vështira ose jo, por që është gjithkohës prezent me ty? Jam më afër se sa vena në qafën tuaj. Ky është mendoj që është ajeti më i bukur që nuk ka as edhe një lloj depresioni, problemi, as edhe një lloj gjë në këtë tokë nuk mund të të preki duke dëgjuar një ajet kaq të bukur, kaq të vërtetë dhe kaq mbrojtës. Do të thonë nuk ka asgjë më të afërt se sa vena jote në veten tënde. Pra aq vite sa unë të njoh, e di që ti je një person që garon në ndihmesën e njerëzve, garon në dhënien e sadakas dhe je gjithmonë e para. Nuk e di ku e gjen këtë lloj nga buron. Kjo nevoja jote për të ndihmuar të tjerë dhe për të dhënë sadaka, është rrjedh nga familja jote apo Islami ka ndikuar apo thjesht kjo është Stela? Unë gjithmonë kam menduar që kam qenë me vërtet me shumë fat në jetën time dhe Zoti i Madh më ka dhënë në kohën e dur gjithmonë shumë bereqet se unë s'kam menduar për të pasur për veten time. Dhe është e pamundur kur ti njeh Zotin tënd dhe kur ti njeh fen tënde shumë mirë, të bëhesh arrogante dhe të mbyllësh syt përballë faktit që ti marrësh të mirëqenia gjitha gjërat që Zoti i Madh ka dhënë dhe mos bëhesh vegël, sado e vogël dhe papërfillshme për të ndihmuar dikë. Unë e bëj me jashtëzakonisht. Do të thonë ne nuk e përmendim të gjë dhe ne nuk e themi kur ti e the vetë këtë gjë, por unë e bëj me shumë sinqeritet dhe me shumë zemër, aq sa kam mundësi gjithmonë, shpresoj shumë që të bëhem mbar dhe sebeb për shumë gjëra tjera, por më është dukur nga një nga gjërat më të bukura të besimit tonë. Do të thonë ti bëhesh një vegël e vogël e një misioni të Zotit tënd kaq të madh për të çuar porosinë e tij diku dhe nuk ka asnjë mesazh ose asnjë punë më sublime se sa kjo në këtë tokë që ne jetojmë dhe sidomos në këtë lloj kohësh që ne jemi tani. Mendoj që të gjithë neve për të ndarë kemi më se mjaftueshëm dhe nëse do ta bënim gjithë dhe do ndiqnim gjithë këtë lloj rregulli, pa diskutim që nuk do të kishte ky lloj niveli varfërie në botë.
Siç ka thënë edhe një dietar, nëse të pasur do jepnin zakatin e tyre, atëherë nuk do kishte më të varfër në botë. Stella, faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij podcasti, ishte kënaqësi shumë e madhe biseda me ty. Faleminderit edhe juve që na ndoqët, mos harroni të bëni subscribe në YouTube dhe të ndani mendimet tuaja. Miru takofshin në episodin e radhës.